Thuhet se ajo që largohet, tërheq se ajo që nuk mund ta zotërojmë, bëhet ajo që dëshirojmë më shumë. Nuk është rastësi, është një ligj i heshtur i shpirtit njerëzor. Kur dikush nuk e jep veten plotësisht, kur mban një pjesë të vetes, diçka zgjohet brenda nesh, kurreshtje, magjepsje, dëshirë. Nuk është magji, është psikologji e thellë. Dhe askush nuk e ka kuptuar këtë më mirë se Carl Jung. Ne jetojmë në një botë ku dashuria shpesh ngatërohet me disponueshmërinë e përhershme. Mesazhe çdo 5 minuta, histori të lexuara, përgjigje të menjëhershme, shpjegime të vazhdueshme për atë që ndjejmë dhe pse. Por çfarë ndodh kur dikush nuk përgjigjet menjëherë, kur ai buzëqesh, por nuk hapet plotësisht, kur është i pranishëm, por nuk detyron asgjë? Diçka ndryshon. Diçka fillon të digjet. Zemra rre më shpejt, mendja fillon të ëndërrojë dhe shpirti zgjohet. Sipas Jungut, na magjeps pikërisht ajo që nuk e kuptojmë plotësisht. Ajo që nuk mund ta zotërojmë tërësisht, na mban. Dhe ajo që është vetëm pak përtej arritjes son, mund të na bëjë pothuajse të fiksuar jo sepse ajo person është i përsosur, por sepse bëhet pasqyrë e mangësive, dëshirave dhe pjesëve tona të papërfunduara. Distanca emocionale nuk është ftohtësi, indiferencë apo një lloj zhdukjeje dhe manipulimi. Është një energji e hollë që thotë, jam këtu, të zgjedh ty por i përkas edhe vetes sime. Është afërsi pa varësi, dashuri pa humbje identiteti, një vështrim pa nevojën për të lutur. Ky kombinim është i fuqishëm, sepse shpirti nuk bie në dashuri me një trup që dorëzohet pa kufi, por me misterin që ruan thelbin e vet edhe në dashuri. Në psikologjinë jungiane ekziston një koncept që quhet projekcion. Ne shohim te tjetri atë që pavetëdijshëm kërkojmë te vetja. Kur dikush nuk e tregon veten plotësisht, nuk zbulon të gjitha emocionet, nuk jep gjithë kohën e tij, mendja fillon të mbush boshllëqet me imagjinat. Idealizojmë, imagjinojmë, ëndërrojmë dhe pikërisht aty lind tërheqja më e fortë. Në atë që nuk thuhet, nuk tregohet, mbetet e paplot, në mënyrë që shpirti i tjetrit ta përkufizojë vetë. Prandaj, distanca emocionale e kuptuar siç duhet pa lojra, pa krenari, pa mizori është një nga burimet më të forta tërheqëse. Ajo nuk e shkatëron lidhjen, por e pasuron. Nuk e fton dashurinë, por e thellon. Nuk të largon, por i jep tjetrit hapësirë të afrohet me vullnet të lirë jo nga presioni. Dhe këtu fillon fuqia e vërtetë, kur nuk dëshiron më të duan nga nevoja, por nga liria. Sepse në momentin që ndalon së kërkuar i vëmendje, të tjerët fillojnë të kërkojnë me qëllim të sinqertë. Pjesa e dytë, çfarë është në të vërtetë distanca emocionale? Shumë njerëz e ngatërojnë atë me ftohtësi, indiferencë ose mungesë dashurie. Por kjo është një gabim. Distanca e vërtet emocionale nuk do të thotë të injorosh dikë, të zhdukesh apo të shkaktosh dhimbje për të tërhequr vëmendje. Ajo është shumë më e hollë, më e thellë, më fisnike, të jesh i pranishëm pa qenë i varur, të duash pa humbur veten, të japësh pa zbrazur shpirtin tënd. Carl Jung tha se dashuria e vërtet mund të lindë vetëm midis dy njerëzve që kanë mësuar të jenë të plotë në vetvete. Kur dikush kapet fort, lutet, kontrollon ose kërkon vazhdimisht konfirmim, ai nuk do ai kërkon dashuri nga plaga e tij. Distanca emocionale është e kundërta. Është aftësia për të qenë i pranishëm, për të ndjerë, për të lidhur pa u humbur. Nuk është mungesë, por zotërim i vetvetes. Nuk është heshtje e ftohtë, por paqe e brendshme. Nuk është mur, por kufi i shëndetshëm. Do të thotë të jesh në gjendje të thuash, të dua, por nuk do të humbas veten sepse të dua. Do të thotë të qëndrosh afër, por jo me çdo kusht. Do të thotë të mos lejoj që frika e braktisjes të diktoj fjalët, gjestet dhe mesazhet e tua. Psikologjikisht, distanca emocionale është ekuilibri i përsosur midis lidhjes dhe autonomisë. Të duash nga lidhja do të thotë të jetosh në frikë. Të duash me ndërgjegje do të thotë të kuptosh se ajo që është e vërtet nuk ka nevojë për zinxhir vetëm për liri. Dhe po, ky lloj dashurie ngatëron, sepse ne kemi mësuar ta ngatërojmë dashurinë me sakrificë të plotë, me disponueshmëri të përhershme dhe me nevojën për të provuar.
por tërheqja më e fortë lind kur dikush nuk jep gjithçka menjëherë, kur ruan botën e tij, kur nuk ka nevojë për shpëtim ose miratim, kur është aty por nuk lutet. Jung e shpjegoi kështu: ajo që mohojmë na kontrollon, ajo që pranojmë na çliron. Distanca emocionale nuk do të thotë të mohosh dashurinë, por të pranosh se ajo mund të ekzistojë vetëm kur zgjedhim së pari veten tonë. Kjo është fuqia e saj. Ajo nuk të vendos as mbi, as nën tjetrin, por në qendrën tënde. Dhe nga ajo qendër, nga ai ekuilibër i padukshëm, njerëzit fillojnë të të shohin më shumë, të vlerësojnë më shumë, të kërkojnë më shumë. Jo sepse po ikën, por sepse ke pushuar së luturi. Pjesa e tretë. Pse afërsia e tepërt e vret dëshirën? Zemra dëshiron atë që nuk mund ta kontrollojë. Dëshira nuk lind nga rehatia ose parashikueshmëria, por nga tensioni i holl midis asaj që kam dhe asaj që mund të humbas. Kur dikush është gjithmonë i disponueshëm, përgjigjet menjëherë, heq dorë nga jeta e tij e brendshme për të ekzistuar vetëm për tjetrin, misteri zhduket dhe me të magjia. Jung tha se shpirti i njeriut lëkundet midis të kundërtave, midis të njohurës dhe të panjohurës, midis sigurisë dhe pasigurisë. Dëshira jeton pikërisht në këtë hapësirë të ndërmjetme. Kur një marrëdhënie bëhet plotësisht e parashikueshme, pa hapësirë, pa pushim, pa heshtje, mendja bie në gjumë. Ajo që dikur ishte emocionuese bëhet rutinë. Ajo që ma gjepste bëhet e zakonshme. Dhe jo sepse dashuria ka vdekur, por sepse nuk ka më asgjë për t'u zbuluar. Afërsia e tepërt mund ta mbytet dëshirën për 3 arsye kryesore. Së pari, mendja ndalon së vlerësuari atë që është gjithmonë në dispozicion. Ajo që është falas, harrohet. Ajo që është e përhershme, konsumohet. Kur dikush nuk vendos kufi, tjetri në mënyrë të pavetdijshme ndalon së përpjekuri. Truri i njeriut është krijuar për gjueti, jo për të jetuar në atë që është e garantuar. Së dyti, humbet polariteti emocional. Dashuria ka nevojë për lidhje, por edhe për ndryshim. Kur 2 njerëz shkrihen tepër, ndalojnë së pari njëri tjetrin si ti dhe unë, bëhen një ne pa identitet. Pa polaritet nuk ka tërheqje, vetëm varësi. Së treti, përkushtimi i pabalancuar çon në ngopje. Mesazhe të vazhdueshme, nevoja për konfirmim, shpjegime të pafundme. E gjithë kjo mund të duket si dashuri, por ndihet si mbytje. Tjetri nuk largohet sepse nuk të do, por sepse ka nevojë për ajër për të marrë frymë. Në marrëdhënie është si në muzikë, heshtja midis notave është po aq e rëndësishme sa tingulli. Pa pushim nuk ka melodi, pa ajër, zjarri shuhet. Afërsia është e bukur kur lind nga liria, jo nga frika. Kur dikush qëndron pranë teje jo sepse ka nevojë për ty, por sepse do. Dhe kjo dëshirë mbjeton vetëm kur ekziston hapësirë për të munguar, për të ndëruar, për të pyetur çfarë ndjen tjetri, pa e ditur gjithçka. Prandaj, distanca emocionale nuk e shkatëron dashurinë, ajo e ringjall atë. I jep frymë, e kthen në ritmin e jetës. Sepse ajo që ndihet e sigurt, por jo e vetkuptueshme, vlerësohet më shumë. Pjesa e katërt. Vallja e tërheqjes. Sipas Carl Jung tha se çdo marrëdhënie e vërtet nuk është shkrirje, por vallëzim, një koreografi e holl afërsie dhe tërheqjeje, zbulimi dhe ruajtjeje, dhënieje dhe mbajtjeje. Nuk ka të bëjë me lojen me ndjenjat e tjetrit, por me respektimin e ritmit natyror të shpirtit. Të marrësh frymë, të zgjerohesh, të kthehesh në qendrën tënde dhe pastaj të afrohesh përsëri. Ky vallëzim ka një emër në psikologjinë e thellë, polaritet. Dëshira nuk lind në stabilitet të plot, por në tensionin midis 2 forcave mashkullore dhe femërore, të vetëdijshme dhe të pavetëdijshme, të dukshme dhe të fshehur. Dhe ky tension nuk është konflikt, është energji. Carl Jung e shpjegoi atë përmes 2 koncepteve themelore: anima ana femërore e burrit, ndjeshme, intuitive, emocionale, e thellë, dhe animus ana mashkullore e gruas, logjike, e vendosur, aktive. Secili kërkon te tjetri atë që pavetëdijshëm nuk e zotëron plotësisht në vetvete. Prandaj idealizojmë, projektojmë, dëshirojmë, nuk e shohim tjetrin ashtu siç është vërtet, por ashtu siç ka nevojë pavetdia jon ta shoh.
Megjithatë, kur dikush dorëzohet shumë shpejt, tregon gjithçka, jep gjithçka, ai humbet misterin e tij. Bëhet një siguri dhe projekcioni thyet. Magjia zhduket sepse nuk mbetet më hapësirë për ëndra. Por kur dikush dashuron pa humbur qendrën e tij, kur ruan një pjesë të vetvetes që nuk mund të zotërohet, ai zgjon dëshirën më të pastër jo përmes manipulimit, por sepse mban gjallë polaritetin, afërsi me autonomi, butësi me forcë, dashuri pa nevojë. Kështu funksionon vallëzimi i tërheqjes. Afrohem me ty, por nuk shkrijem në ty. Të shoh, por nuk të lutem. Të zgjedh ty, por zgjedh edhe veten time. Jam këtu, por jo gjithmonë. Dhe kur nuk jam, ti mendon për mua. Gjëja më e fuqishme është kjo. Distanca emocionale nuk krijon boshllëk, ajo krijon prani. Sepse në heshtjen tënde, tjetri fillon të dëgjojë veten. Në pauzën tënde, ai ndjen dëshirën e vet. Në mungesën tënde, ai kupton sa shumë të do. Jung tha, takimi i dy shpirtrave është si kontakti i dy substancave kimike. Nëse ndodh një reagim, të dy ndryshojnë. Por ky transformim është i mundur vetëm nëse të dy ruajnë individualitetin e tyre. Pjesa e 5. Si të zbatosh distancën emocionale me elegancë pa manipulim. Distanca emocionale nuk është heshtje e ftohtë, as krenari, as indiferencë. Nuk është as zhdukje për të ndëshkuar apo provokuar. Është ardh, ekuilibër, vetë kontroll, aftësia për të dashuruar pa lypur, për të qenë afër pa u humbur, për të ndjer pa e dhënë shpirtin cop. Nuk bëhet fjalë për të luajtur me tjetrin, por për të ndaluar së luajturi kundër vetes. Për të arritur këtë, duhet të aplikosh distancën me elegancë, vetdije dhe dinjitet. Ktheu fillimisht te vetja, përpara se të përpiqesh të fitosh tjetrin përsëri. Nuk mund të tërheqësh askënd nëse e ke lënë veten pas dore. Energjia më e fuqishme nuk vjen nga ndjekja, por nga paqja e brendshme. Kujdesu për rutinat e tua, gjumin, mendimet. Mos kontrollo më telefonin apo rrjetet e tij sociale. Ktheu te vetja sepse vetëm nga ai qendër lind magnetizmi i vërtetë. Mos e shpjego heshtjen tënde. Lëre atë ta interpretoj. Nuk ke nevojë të justifikosh çdo pauzë, çdo vonesë, çdo moment për veten tënde. Kur shpjegon shumë, humbet misterin. Kur hesht me dinjitet, zgjon vetdije. Mungesa jote e matur flet më shumë se çdo fjalim emocional. Mund të duash me pasion pa bindur, pa detyruar apo pa shtyr. Kush do të qëndroj, qëndron. Kush të do, e tregon. Vlerë gjot nuk matet me sa shumë lufton, por me sa shumë e respekton veten edhe në dashuri. Foli vetëm kur ke diçka për të thënë, jo për të mbushur boshllëkun. Bisedat e pafundme nuk krijojnë domosdoshmërisht lidhje më të thella, madje mund ta lodhin atë. Heshtja nuk është gjithmonë distancë, shpesh është thellësi. Le të kenë peshë fjalët e tua, jo sasi. Kur flet nga shpirti dhe jo nga frika, tjetri të dëgjon ndryshe. Mbaje jetën tënde të mbushur me projekte, pasion, mister. Distanca emocionale mbetet vetëm kur jeta jote nuk rrotullohet rreth një personi të vetëm. Ki hobi, qëllime, rituale që të ushqejnë. Kujdes trupin, mendjen dhe shpirtin tënd. Kur gjitur gjot është interesante, askush nuk dëshiron të humbas. Sepse njeriu më tërheqës nuk është ai që lyp dashuri, por ai që mund të jap atë pa u humbur vetë. Distanca emocionale nuk do të thotë të largohesh nga tjetri, por të gjesh fillimisht veten, dhe prej ande nga ajo plotësi të duash pa frikë se do të humbësh. Pjesa e 6. Shenja që distanca emocionale funksionon. Kur e zbaton distancën emocionale me vetdije, jo nga krenaria apo egoja e lënduar, fillojnë ndryshime të holla, por të fuqishme. Jo sepse manipulon, por sepse kthehesh në qendrën tënde. Dhe kjo ndryshon gjithçka. Ja shenjat më të zakonshme që energjia jote e re po funksionon. Ai të kërkon më shumë se më parë mesazhe të papritura, telefonata, interes i sinqert. Jo sepse e detyron, por sepse ndjen mungesën tënde dhe i mungon prania jote.
Heshtja jote krijon hapësirë që më parë e zinte përpjekja jote. Ai nuk të merr më si të mirëqen. Prania jote ishte rutinë, por tani që kupton se nuk të zotëron, të shen ndryshe, të vëzhgon, të kushton vëmendje, të vlerëson. Nuk je më siguri e zgjedhje. Kur heshtja kthehet, ai fillon të pyes sërish çfarë mendon me këje, pse nuk përgjigjesh më njësoj. Kjo kurreshtje nuk është toksike, është njerëzore. Është mendja që zgjohet nga përgjumja e zakonit. Bisedat bëhen më kuptimplota. Kur dikush ka frikë të humbas atë që do, fjalët e tij ndryshojnë. Ai nuk flet më nga rutina, por me vëmendje. Dëgjon, interesohet. Energjia jote nuk lyp tërheq. Veprimet e tij fillojnë të përputhen me fjalët. Kur ndjen se mund të humbas, ndalon së premtuari dhe fillon të veprojë. Tregon përpjekje, tregon qëllim. Nuk është më vetëm, më mungon. Ky është momenti kur shiheni me të vërtetë. Distanca emocionale i shndërron fjalët në vepra. Ai ndjen praninë tënde edhe në mungesën tënde. Ky është pika më e thellë. Nuk je atje, por ai të ndjen. Nuk flet, por të dëgjon. Nuk kërkon, por të mendon. Energjia jote mbetet, sepse nuk është më nevojë, është thelb. E rëndësishme, nëse e përdor këtë distancë për të manipuluar apo ndëshkuar, nuk do të funksionojë. Por nëse e jeton me paqe, vetë kujdes dhe dashuri për veten, gjithçka ndryshon vetëm përmes energjisë tënde. Përfundim, eleganca e moslypjes. Distanca e vërtet emocionale nuk buron nga krenaria, por nga dinjiteti. Nuk do të thotë të ikësh, të mos ndjesh apo të ngrish zemrën. Do të thotë të zgjedhësh veten pa ndaluar së dashuruari. Të kujton se vlera jote nuk varet nga sa shumë lufton, por nga sa shumë e respekton veten edhe kur ndjen thellë. Carl Jung tha se dashuria e vërtet mund të lindë vetëm mes dy njerëzve që kanë mësuar të jenë vetvetja, pa pasur nevojë për tjetrin që të ndihen të plotë. Kur dikush jep veten pa u humbur, dashuron pa u zhdukur, bëhet magnetik sepse nuk ka nevojë të dashurohet për të ekzistuar. Ai ekziston së pari dhe prej andej dashuron. Distanca emocionale, e kuptuar siç duhet, nuk e fton dashurinë e bën të vetëdijshme. E pastron nga frika, varësia dhe obsesioni. Do të thotë t'i japësh tjetrit lirinë të zgjedhë, jo sepse e detyron, por sepse ai e dëshiron. Dhe pikërisht aty ndodh magjia. Kur ndalon së kërkuari një vend në jetën e dikujt tjetër, fillon të zësh vendin tënd në jetën tënde. Kur nuk ke më frikë të humbasësh dikë që e do, më në fund mund të duash pa frikë. Mendim përmbyllës në frymën e Jungut, nuk ka të bëjë me largimin për t'u dashuruar, por me ta dashuruar veten aq shumë, sa askush të mos mund të përdorë ndonjëherë nevojën tënde kundër teje.